Ndryshimet kushtetuese janë kushti që duhet të kaluar për hapjen e klastereve negociues mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, vlerëson ambasadori francez në Shkup, Christophe Lerigoler, i cili në një intervistë për Radio Europa e Lirë deklarohet i prerë se korniza negociuese e miratuar në vitin 2022 nuk do të ndryshojë, sepse ajo ekziston dhe është pranuar nga të gjithë. Sipas ambasadorit, në kontekstin aktual është e rëndësishme të përmirësohen marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Procesi eurointegrues i RMV-s kalon përmes miratimit të amandamenteve kushtetuese. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është dialogu ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, dhe këtu duhet të jetë shumë e qartë se ideja nuk është të hapet një dialog bilateral për të rinegociuar kompromisin e vitit 2022 apo diçka tjetër. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Kompromisi evropian është një dokument evropian, jo një dokument bilateral maqedono-bullgar. Rigoler deklaron se Franca ka 3 ekspert teknik ndërkombëtar që punojnë në Ministrinë e Çështjeve Evropiane, Ministrinë e Mjedisit dhe Ministrinë e Drejtësisë. Mendoj se ka disa tema të ndryshme. Do të filloja dhe është logjike me klasterin e vlerave themelore, sepse pikërisht nga ky klaster gjatë negociatave gjithçka do të fillojë dhe gjithçka do të përfundojë. Ky do të jetë klasteri i parë që do të hapet dhe i fundit që do të mbyllet. Kjo është shumë e rëndësishme sepse këtu përfshihen të gjitha temat: drejtësia, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit. Ai sqaroi se për hapjen e këtij klasteri, Maqedonia e Veriut duhet të dorëzojë 3 dokumente: një udhërrofyes për administratën publike, një udhërrofyes për reformat dhe sundimin e ligjit dhe një plan veprimi për pakicat. Ambasadori francez ka folur edhe për agjendën reformuese dhe vonesat në reformat kyçe ligjore, si kodi i ri zgjedhor dhe reformat në sistemin gjyqësor.